ai i cili e ka bloku këtë vit edhe e ka humbë këtë vit për kapriqet veta. Fatkeqësisht është një vit i cili është i humbur, për të cilin me keqardhje të them se ne edhe jemi të vonuar, thuja, në të gjitha proceset, si në proceset e integrimit, si në proceset e zhvillimit të vendit, dhe t'ja humbësh Kosovës një vit të tillë është e dhimbshme dhe mendoj që mëkatari i kësaj humbje shpresoj dhe besoj që popullata do ta identifikojë dhe do e ndeshkojë në zgjedhjet e ardhshme, të cilat janë pa vullnetin e Partisë Demokratike, po të cilat nuk hezitojmë edhe ne të futemi në to. Zoti Nura, që nga shkurti, kur janë bërë zgjedhjet nacionale, deri më tani subjektet politike kanë akuzuar njëra tjetër në shenjë apo për t'ia vënë përgjegjësinë anës tjetër, ose lëvizja vetëvenduese ka akuzuar partitë ish opozitare, ndërsa partitë opozitare kanë akuzuar partinë që ka qenë në pushtet për këtë ngecje apo këtë ngërç politik. Ku qëndron e vërteta? Po, mendoj që gjatë gjithë kësaj periudhe është po qartas që e vërteta është e thjesht për të parë dhe për të identifikuar që nga zgjedhjet e shkurtit të këtij viti, partia që mori numrin më të madh të votave e pakënaqshme me rezultatin të cilin e mori dhe me rënien në numër, mendoj dhe veproj në atë formë saqë të përpiqet gjatë gjithë kësaj kohe ta vej fajin diku tjetër dhe neglizhoj ose e zhagiti procesin deri në këtë moment ku mendoj që bashkarisht me akterën kryetaren e shtetit tash për tash e pronën zgjedhjet deri në dhjetor që është një absurd në veti, ditë e pushimit që janë në tërë botën, të qohemi ne edhe të marrim zgjedhje, mendoj që është e padrejtë edhe për qytetarët, po e padrejtë edhe për ata që garojnë në këto gara. Kështu që mendoj edhe besoj dhe që është deshifruar fajtori dhe ai i cili e ka bloku këtë vit edhe e ka humbë këtë vit për kapriqet veta.